Fatkeqësisht, për arsye të mia që doja them më vonë, nuk kam pasur mundësi që të jem tek protesta sot kundër dhunës kafshëve, por doja që zërin tim ta ngrej me anë të Instagramit. Kam 4 mace në shtëpi, maçoke edhe mace, të cilat kudo që dal, kudo që shkoj, jam e mbushur plot me qimet e tyre dhe thjesht i dua me gjithë shpirt. Sepse janë 4 putrosha të cilët e vetmja gjë që kërkojmë ato syçkat e tyre është vetëm t'ju japësh dashuri dhe t'u ushqesh. As të një lloj gjëje tjetër. Dhe për të gjithë ju që e konceptoni dhunën, atëherë unë do ju sugjeroja të shkoni të vizitoheni, sepse ka një gjë që nuk shkon me ju. Dhe po e them këtë pa pikë turpi, pa pikë problemi. Më ka vdim shpirti sinqerisht me çdo lloj lajmi që kam dëgjuar këto kohët e fundit, sidomos me atë djalë të mitur i cili nuk dua as ta mendoj se çfarë ka bërë, i cili meriton të futet në burg dhe çdo njeri që dhunon kafshët meriton të futet në burg, sepse thjesht i merr jetën një qenie të gjallë, i merr jetën një shpirti. Dhe për aq kohë sa neveria e tyre dhe truri i tyre i neveritshëm ka dëshirën dhe kënaqësinë për të marrë shpirtin një qenie të gjallë, do të thotë që e përqendron të gjitha format e tij, që mund ta bëj prapë. Dhe kur ta lini të lirë dhe mos të bëni asgjë për këtë gjë, atëherë ai thjesht mund ta bëj prapë me një njerëz kësaj radhe. Dhe atëherë do kujtoheni ju të gjitha këto çfarë ne po flasim dhe çfarë ne po themi. Duhet të dënohet me burgim çdo njeri i cili kryen një vepër të tillë. Çdo njeri i cili merr jetën një qenie të gjallë duhet të dënohet, sepse ai personi ka tendencën dhe dëshirën për të marrë jetën e qenieve të gjalla, qofshin ato kafsh apo qofshin ato njerëz. Dhe sa më shpejt ta kuptoni, aq më mirë do jetë. Nëse nuk e kuptoni dhe nuk bëni asgjë për këtë, turp të keni atëherë. Nuk di çfarë të më shumë, kaq fuqi kemi ne, njerëz dhe shkret. Edhe ju që konceptoni si një gjë normale, turp të keni edhe ju.